Përshëndetje, miq të dashur. S'po di ku më janë nismet. Po do shkojna me mashtruesin mas pare Lumira Bigjikun, që gjithmonë ka me ra në fjalë të veta. Një mashtrues tipik. Më mundu me Alon Albin Kurtit, pa tatën e nëzhe që ju thëjmë fjallë pëllore, është problem. Sepse kjo qa ke boti dihet apo do këtë prej aeroplane. Ti po do me propozu Vjosa Osmanin për presidente, për ndryshe njerëkën e Kosovës, që ka bot rathi të shku të majtë mbledhje në Amerikë kundër Albin Kurtit, për me shanazhu Albinin, e ti o bone me bo këti farë munifikiesha, i vogëli. Amo kjo ka më të kushtu shumë shtrejt. Me votë kom fjallën, atë kuptimin atë mos keq kuptohem. Kjo, si LDK, edhe ty si kryetari i LDK-s, ka më i kushtu shumë shtrejt. Se qëtu dihet sa dëni ju Kosovën. Qëtu dihet sa pënëni ju për Kosovën. Qëtu dihet që shi bashkan gjitni lista sërbe. Se qka po bon lista sërbe, po boni ju. Me gjithë PDK, me gjithë AK. është turpi i botës. Me që venin zgjedhje, të jadhon presidencën, të jadhon votat, të jadhon krye parlamentarin, e ju mashtrust, hajna, dalëvergji, me dalë të, edhe me që venin zgjedhje, po popli do e demantoj. Siguro në sonte që do të demantoj ty, personal. Sekretari partijës do me thonë. Miq, shkojna të ndëgjojmë videon një lutem, mas pare. Ndjekje qartë veçanërisht që Zoti Kurti nuk ka arritur as minimalisht për gatishmëri për një konsenzus për një emër shumë e konsiderat e vlerësoj shumë, aq si duket nuk e vlerëson. E tani çfarë arrime kuptuan, është pse vendon ka shumë Vjosa Osmani Albin Kurtit. Po pse o ignorant? Ti e di shumë mirë. Pse? Sepse ka bot rathi. Thik mas shpine. O i smut. O karikaturist. Avanturist, qka të dush, qysh dush të ty. Tona jenë në ty. Ti po mënosh me shit. Shkojna mes. Ndoshta Kurti nuk do me zgjedh, po jashtë jam i bindur që populli i Kosovës ka me zgjedh. Ky po mënohet me Vjosa Osmanin, që ka më ngrit, me një njeri që ka tradhu Kosovën. U shu ka mojtë mbjedhe me Serbi, në Amerikë. Arrin që aty më të, e mos hamish. As Vjosa Osmani nuk ka më zgjidhje për... Gone mi shta që lutën. Gone me vëmendja. Vjosa Osmani, as Lumira Bigjiku. A po vëdani? Kur të bo ty të Vjosa e mirë? A njeri smut? Kur? A pe di që po thutash? Qa ke thonë? Jo Vjosa Osmani, pas Lumira Bigjiku. Kur e bone tas ti ka që gjeltrement? Zero ditë kohët, është kamo. LDK-ja është efektivisht jashtë procesit. Sepse 15 ushtrimet LDK-s. Që tash me se pe domantoj çdo çka ka thonë miq të dashur. Por ran miq të dashur, so është i madh. Hiç po thonë gjënim, po ran ashiqare. Se njeri ma dopt. S'kum po hala. Me gjënim ashiqare, a mos me ardh turp që po ran që edhe ky, edhe Bedri Hamza, dy të bashkë. Po ky ma shumë, ky pe ja ka leka. Qërë 15 numra falsë. Pa emën,
pa vull, pa datë. Kuna po të me ashito ti mas pari din që 3 vota si ki. Hikmet e Bajrami, Kujtim Shala, edhe Abdullah Hati. A dina se din. Këtu e në dokumentune. Ti di shumë mirë ta. Edhe kër i zgjedh kryetari i partisë, sa vota ke marrë? Për sa ke fitu? E ti po fol në kryetar tonë aty. Këtu shitet i kujtit jo neve. Do i mirë. Që e prune ja kajtë e nënën LDK-s të Ibrahim Rëgovës. E prune 15 deputet. Po prit se, halo kime shkatruti, veç të votojnë, halo kime shuti të poshtë ta. Shkojnë amish. 15 shkrimet LDK-s, për kandidatin e propozuar të LDK-s. Po demantojnë. Me qenë se ngritët, po unë këto në shkrime s'kam dashur të bëj pjesë të lojrave politike, sepse janë... Po pse paran, o sakat. O sakat. O ignorant, pse paran. Qysh po të vjen marre. Poshtë syt e bollit, kur shkojsh me ra me flajt. A i thu vetën e rejp se bre rajt ashtu. Hajt. Bone burë të regona burë. Qysh po të vjen marre gjithë ky burë me rajt, me dalë me rajt para kamerave. Me dalë me rajt. Shkuna me që, s'kom fjallë, për si të balë në kom fjallë, për. Se del njeri rren, ashtë i qare, s'ku që të heqë. Dhe që a bënë sytë kështu. Që, ku i keni këtu? Gone. Serioze, dhe këja me gjitha të vepron njërë shumë institucionale, për ndjerit e unë. Shumë. Dhe është serioze në qëndrimet e veta politike, nuk propozon të shkale dhe këja që farë s'mund të qëndroj prapa. Politikisht. Për kandidatin e propozuar nga LDK dhe si shkam thënë, në kaluar mund të ishte edhe Vjota Osmani. As Vjota. Nuk e di për të tjerët, por mund të flas për votën time. Nuk kam votë për Vjota Osmani. Jo, e di për... Qa kime thonë tash? Ignorant. A pse ku i smut? Karikaturist? Ti ki 15 vota. Ti, 15 vota. Komperano burë. Komperano ku nënëm. Të tjerët, por mund të flas për votën time. Nuk kam votë për Vjosa Osmani. Jo, absolutisht jo. E ju jeni qita, se po numra murve që si keni. Jo në 2 tjerë për pritova me lip. Po veç për me ta vërtetu, me ta dokumentu, që ti si ki 15 vota. As ti absolutikisht heq fare nuk vetesh një dëkë. Ti e kukull. Ti që të përhune. Si ty si bedrini sej. Përhune e ngrejen. Qka thëjnë ata do të me thonë një. Por nyshe u kry puna. E ju e një qëta që 2014 gënë mirë me konë këni bohe bashkëpunim. A me Albinin jo. Po me këta që tash, po, gënë. Ka votuar në seancë të jashtëzakonshme për formimin e qeverisë së re, pasi koalicioni PDK-LDK arritën marrëveshje të re me listën serbe. Votimi i qeverisë me listën serbe? Jo bre, por zote. Të zotet marroft. Ty, Akën, PDK-n. Me listën serbe, po. Me Alpikurtin, jo. Shumë trima, bravo e koft, halal. Pse mëre si ko që qështët Radojqiqit? Listën serbe, sa e konkretarët ko. Po qka thëshën ata, ju amin. Por ke qardhje. Tani po thoni, po na thojnë. Pse po ngusni, pse po na ngusni? Pse po na thoni kështu? Unë s'po thom sen. Faktet po flasin.
Arkivat po flasin. Ju e shkeni vllane juaj. Fakte po flasin, jo ne. Unë thjesht po e recitoj, po ja rikujtoj popullit tim të dashur. Se çka kanë votu. Veç që ta e bëj, thënë më shumë. Se jemi një popull që harrojmë, e në kom qef milon me harru. Mi javë të regu se kone kanë votu, që kanë bashkëpunu me listën sërbe, si parti, jenë bo bashkë, por me qeveris, a me Albinin jo. Me Albinin jo. Po mirë, shkojnë me që. Se që shtashtu në komi të mëntu kretë. Kosovës erdhi pas marrëveshjes së re të arritur mes koalicionit PDK-LDK si dhe listës serbe, një ditë më parë vendosi disa kushte. Gone mirë tash miq, se çfarë kushte ju ka qitë lista serbe, tulpi i botës, LDK PDK, është marrë dhe të me ardhë për sy të ballit. Çfarë kushte ju kanë qitë dhe i keni pranu? Ku jeni atrima? Ku? Marrë do të me ardhë. Kushtet, çfarë kushte ju ka qitë lista serbe keni pranu? Dje, sot lista serbe në për të qetit bashkë me juve, mos me hinë salë. është turpi i botës, bre. Qëka, a jem shqiptar as jem? Shkojnë amish, të ndëgjojmë se çfarë kushti kanë pas. Të reja. Top Channel e ka parë marrëveshjen e re të arritur mes kryeministit Isa Mustafa dhe serbëve, e cila përveç që u ka mundësuar serbëve marrjen e një posti të zëvendës kryeministit, po ashtu parasheh që qeveria e Kosovës në pjesën e parë të vitit 2015 të krijojë Asociacionin e Komunave Serbe në Kosovë, sipas marrëveshjes së arritur në Bruksel. Po ashtu, marrëveshja me serbët parasheh që Prishtina zyrtare menjëherë të nisë procedurat për krijimin e kushteve për zyrtarizimin e linjës direkte ajrore Prishtinë-Beograd, si dhe nisjen e një hekurudhe që lidh Kosovën me Serbinë. Serbët kishin kërkuar po ashtu që të futet në marrëveshje edhe çështja e emërimit të një serbi si zëvendës shef i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës dhe emërimin e një serbi si zëvendës komandant i FSK-s. Po ashtu fundi i botës, fundi i botës. A kuptuar që mirë? Na KI, unë falni, edhe në FSK, me pas ka një person ose deputet që ka dush tyne. E kam pranun krejt. Me Albin Kurtin jo, bravo e që. Respekt. Zotë i rujt. A mu kam i kushtu shumë për e kalzë. Nuk kemi luftu na për ta. Që mu i bashkanit atyne. E me shkel lanë tonë. Sot a i keqë është Albini. Në thojza, se ajo i keqë o heqë. Parët për ja kona mi marë. Edhe është isat e thmive. Të mira, po. Bravo e koftë. Ja pra miq, kush është opozita jonë? Çfarë opozite kem për fat keq? është turpi i botës. Na bonën horë miq të dashur. Na bonën horë. 1.7 milion jena. Këtë bota po kesh me neve. S'po i vjen posh zot e pozitë s'po i vjen marrë. Posh një zot kur shkoni në shtëpi nuk i keni lajme çfarë thënë bota. Allah i koft. Bravo. Që s'kam çfarë thon. Veç edhe ne po i them Allah i koft. Hiç më soni pa. Të shqiptari, atë shka po. Turista gjithmonë më flasin për kur thon të shka turista serbe. Domethënë mos i përzim sanet. Se unë e di që tash kanë më gjumu ata kështu ta bosha, po pas parë si jepi se ai që më shon mua shon veten. Po kur thon të shkijet e kam thënë për listën serbe. Kur ata thonë diçka, këta i thonë amin. Po kur thot Albini, ja, se ky shqiptar s'bën. Miq, kush është tu që se ka bu like faqen, le të bën, sikur s'ta kur gjë ja di për falmir shumë, Zoti rujt mirë po shoqit të radhës. Ne koment mirë, ne
like qysh doni, çfarë doni, qysh ti ko zemra.